Ai e din edhe çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet në to. Shihni pra Allahu xhaleshanehu është i mirë njohur që këta njerëz kanë prodhuar anijën kozmike, kanë formuar këtë anijë kozmike, kanë bërë një zbulim shkencor, e kanë arrit me shpu qiellin, me dal në atmosfera, kanë arrit me nu sonda të edhe në Mars, dhe kanë arrit me bërë zbulime shumë dhaja shkencore, por Allahu është i mirë informuar si krijues se krijesa e tij po arrin nivele të larta dhe kjo është mashallah te barekallah. Kjo është një mirësi për mirësive të Allahut që ky njeri ka arrit pra me bë zbulime dhe me arrit si njeri. Dhe ai është me ju kudo që jeni. Kjo i jep siguri njeriu. Pra njeriu mos me uni pa sigurt. A keni pa dhe nxënësat e mirë kur avancojnë në mësime, ndjehen të sigurt, pra dhe prindi do të më bë mund ndjet sigurt fëmijën e tij. Kur fëmia nuk ndjet i sigurt, ai braktisë edhe mësimet. Jep mbrapa me nxënësit e tjerë. Kur prindi jep siguri djali babës, vajza babës, duhet mësojsh edhe ai normal i ofron librat, i ofron platformën, edhe jep sigurinë që ti do t'ja arrish qëllimeve tua, ai do t'ja arrijë. Sa do që t'jeti i mbrapa me dije, ai do arrijë qëllimet. Prandaj, edhe mos lënia e lëvizjes lirë të njeriut krijon pra pasiguritë e njeriu, dhe ky njeri mbetet mbrapa. Nuk hes në avantazh. Pra mbetet i gjithmonë i knockout, i penalizuar. Edhe gjithmonë e ka atë ndjenjën e frikës sa mund dal, as mund dal. Pra rrin si një qyqan, mrena. Pra gjithmonë ai njeri është, do thonë është mjet në vend numra, por kjo është për me na zgju nga gjumi si popull, që na mu arsimu, me studiu, me avancu, që ne me ju tregu edhe këtyne popujve tjerë që edhe ne mundemi edhe mund t'ja dalim si qytetnim. Pse? Sepse Allahu xhaleshanehu kur ka kriju njeriu, ja ka lënë këtë tokë bashkë xheneti dhe për me janu ka pakun gjithë kësaj pune, në këtë ajet thot Allahu është përcjellës i asaj që punoni. Pra, nëse na do me gjetë lirinë e vërtet, na duhet me punu shumë si kombë dhe si civilizim dhe si qytetnim, edhe atëherë na kur punojmë shumë, me veprat tona demonstrojmë edhe vendeve tjera, ju tregojmë se liria jonë ndoshta është e cenuar prej disa tjerëve, por ne lirinë tonë e bëjmë përmes punës, përmes arritjeve, përmes rezultateve, përmes shkencës, përmes diturisë, përmes industrisë e kështu me radhë. Sepse nëse qaj kombë ose qaj qytetnim shkollohet, zhvillohet, edukohet, gjithë cilën pe bëjmë edhe përmes kësaj kamere, që po mundohemi me sjell mesazhet edukimit, shkollimit, zhvillimit, teknologjisë, nëse ai kombë përparon, nuk ka nevojë për viza. Sepse ai do ta zhvillojë vetë vendin ku jeton. Pra ai nuk ka kohë për llafologji dhe për humbje kohe. Ai do të jetë vetëm pranë librit, pranë industrisë, pranë zhvillimit, pranë teknologjisë, pranë veprave të mira në shërbim të komunitetit. Prandaj lutim Allahun e Madhërisëm që të na mundsoj kuptimin real të kësaj sure të Kuranit që është surja Hadid, që është sure që thret ndryshim, që është sure që tregon për madhështinë që ka krijuar Allahu gjithçka me precizitet, dhe ky krijues e boni njeriu të mendoj dhe të analizoj. Dhe për i thot këtij njeriu e di çka del nga qielli, çka zbret nga qielli, çka del nga toka, çka hyn tokë, çka del prej saj, unë jam mirë informuar, por dhe ti si njeri shtine pak mendjen në veprim dhe mendo për çka ka thonë Allahi. Pse Allahi thot unë e di çka del prej toke? I
thot njeriut. Nalo o burr, a ke punu tokën, a qa e të bo me këtë tokë tonë, e ki tokën plot platin, e krëm, e ori argjend, gjysh e katra gjysh jeni të dek, edhe e pasuri që aty a fetu mit. Ti si e kurku më burr, je mit kurku në heq. Jo, vallaj, New York i kish rokaqiel në dhaj. Mirë burr, po ata punojnë, veprojnë. Nuk merren me llafe.